Ne dim që agenda amerikane, pra agenda Trump, po kërkon goditjen e grupeve të organizuara kriminale transnacionale, të cilat sigurisht mund të kenë një impakt negativ në ekonominë amerikane, dhe këtu hyn në lojë prokuroria e posaçme SPAK. Ne dim që dhe përpara pak javësh drejtuesit kryesor, pra drejtuesi SPAK dhe drejtuesit kryesor të themit të strukturës të krimit të organizuar dhe korrupsionit shkuan atje për disa ditë. Sigurisht nuk ishin pushime, nuk ishte ekskursion, janë le të themi takime pune të rëndësishme që bëhen atje, por çfarë po ndodh në tërësinë e të gjithë punës së SPAK? Ka një perceptim, Klod, po tash unë e shoh shumë nga komentet faktikisht që bëhen gjithandej, që Klodian Brau ndoshta nuk është në nivelin e Artin Dumanit për goditjen e krimit organizuar, apo pjesa e dosjeve të cilat ishin hetuar u goditën, tash po heton një grup tjetër dosjesh dhe priten goditje, sigurisht ndoshta edhe ekspertiza apo presioni amerikan në këtë histori, si e kuptojmë? Nuk mund të vëmë asnjëherë shembull mes dy individëve, për shkak të karaktereve të ndryshme, për shkak të strategjisë, për shkak të platformës që ato kanë, për shumë arsye. Se është njësoj sikur themi ne të dy, pavarësisht jemi gazetarë dhe duhet të jemi të dy njësoj. Jo, përkundërzi. Secili nga ne ka mënyrën e vetë të punuarit e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt nuk jam fare e prirur të vëj një shenjë barazimi mes Altin Dumanit dhe Klodian Braus. Patjetër që zoti Dumani e ngriti në një tjetër nivel prokurorinë e posaçme. Pra e mori në një nivel që hetoheshin vetëm arkat e peshkut dhe shkoi deri në një nivel të zyrtarëve më të lartë shtetit shqiptar, por sigurisht edhe organizatave më të rrezikshme kriminale. Ne i kemi diskutuar, po deshin rendisim nga fillimi deri në fund. Zoti Braho, unë jam e prirur që çdo zyrtar i të lartë kur merr drejtimin e institucionit të japësh pak kohë për të parë gjërat edhe për të kuptuar në mënyrën se si funksionon institucioni. Kështu që mendoj që nga tani e pas do duhet të presim realisht goditje të zotit, pra që mund të konsiderohen punës ose frytet e punës së zotit Braho. Sepse deri tani mendoj që ka qenë në kohën apo në gjithë habitatin e vet për të njohur mënyrën se si funksionon institucioni, si bashkëpunohet me institucionet e tjera, policisë shtetit, shërbimi informativ shtetëror, IKMT-ja, doganat, tatimet, të cilat janë një skandal më vete, tatimet që janë një grup po ashtu i strukturuar kriminal, doganat po ashtu e njëjta gjë, që veprojnë si grupime strukturuara kriminale, duke bërë një masakër në vend dhe që janë me perceptimin më të lartë për korrupsionin dhe që nuk bashkëpunojnë, dhe këtë e ka thënë disa herë zoti Dumani, që dërgojnë 0 referime, pra 0 bashkëpunim me prokurorinë. Nga ana tjetër, po të shkosh dhe të hapër çdo fletë të atyre dokumentave të tyre, mendoj që mund të gjesh jo vetëm shkelje ligjore, por mund të gjesh akte korruptive të jashtëzakonshme dhe shumë të rënda. Kështu që në këtë aspekt mendoj që tani e pas, duke qenë se zoti Brau bëri disa muaj që është në krye të institucionit, do të kemi edhe rastet dhe goditjet e para. Patjetër, perceptimi publik nuk di pse ta them nga se ka ardhur, sepse edhe gjatë kësaj kohe ka pasur disa çështje të rëndësishme, kemi patur sekuestrimin e pasurive të personave të dyshuar për aferën e Akshit, kemi patur goditjen e grupit të Vlorës të Ines Hajrullës, kemi patur të ndalem vetëm një moment te ky grupi Pepa për shembull. Unë kam lexuar atë të Ines Hajrullës dhe bëra habime diçka aty me agjentët e BK-s. Më thënë, nuk arrij të kuptoj, për të qenë realist këtu, se si mundet për dokumentin. Për masën e sigurisë, dhe nuk arrit të kuptoj se si mundet një agent i BK-s të thotë që nga burimet hapura, emri filanit konvenon me nofkën këtu dhe është e përdorur disa herë burimet hapura. Pra, a nuk kanë këta, le të themi, ku diun, operativ po ta quajmë në terren. Përse do duhet thon burimet hapura, sepse më duken nëse përdoren burimet e hapura. Përkundrazi. Sepse me burimet hapura janë zbardhur shumë çështje. Jo, po vetëm rasti Bajrit, që ishte rasti fundit për atë ngjarjen e Bushatit të Rancës, po ta shikosh vetëm nga burimet e hapura, vetëm nga videot e TikTokut që kishin faqur armë të tjera me radhë, u siguruan prova. Vetëm nga burimet e hapura u identifikua njëri nga personat që ndosi ishte pa identifikuar, i cili ishte nipi i prek Kodrës, ai që njihet si snajperist i famshëm dhe që kreu atentatin që mbeti në tentativ ndaj Ardian Çapjas në Elbasan, dhe që kishte qenë pra nipi vet i cili shfaqe me armë dhe që kishte qenë punonjës policie tira me radhë. Kështu që ndonjëherë burimet e hapura, të cilat mund të jenë hedhur nga
zyrtarë të ndryshëm apo nga rrjetet krimit organizuar, nga eksponentë të ndryshëm, në një kohë tjetër, në një situatë komplet tjetër, pa e menduar që disa vite më vonë, pikërisht ato postime që kanë bërë ato vetë, mund t'ju kthehen në të kundërt. Për shembull, mund mos e bësh lidhje mes dy personazheve fare, por në një foto të hedhur para 10 vjetësh, mund të kuptosh që ata po kanë qenë miq dhe të lidhur me njëri tjetrin, dhe ndërkohë përmes këtij burimi të hapur mund të shkosh tek prova. Kështu që mos i shiko me kaq skepticizëm. Atëherë, unë të shikoj edhe një episod tjetër. Dua të kom ngul te kjo sepse di se domethënë e kam konceptin që edhe unë personalisht domethënë dua të bëj kritika pozitive. Atëherë, patjetër, Andi, që të kuptojmë. Kanë episodi i drogës që është në çështjen e Maqedonisë Veriut. E kanë vendosur në aty, domethënë, sikur është koha nuk e di, ka një kod gabuar, sikur është koha e ardhme, domethënë ka një gabim dhe thotë burime të hapura, pra ti drejt ti institucion i cili në qoftë se ka informacion që shkon institucion që shkon informacion është pak. Nëse unë ti kritikoj patjetër. Jo, nuk e kam aty fare. Unë vetë në cilësinë e hetimit do preferoja të mos ndaleshin fare tek burimet e hapura. Por është një mënyrë për kërkimin e provës. Kështu që për sa kohë është një mënyrë për kërkimin e provës, një jurist, një avokat, një prokuror, një hetues mund të shfrytëzojë gjitha mundësitë, dhe një gazetar. Sa herë përdorim ne çdo mekanizëm të mundshëm për të marrë lajmin. Dështoj me një burim, tentoj me një tjetër. Atëherë? Dakord jam. Dakord edhe mua, po ato janë çështje të cilat ato janë informacione të cilat mund të vinë në rrugë policore etj. Me radhë ata do duhet i shfrytëzojnë më mirë dhe të jenë më të kujdesshëm. Ardhin ambasadorit të ri amerikan, le të themi një fjalim që ai mbajti përpara Senatit në formën e kandidimit, pra është kandidat për të ardhur, kandidat potencial, Eric Quent. E shikon si një sinjal pozitiv i cili do duhet të themi t'i vinë ndihmë SPAK-u, sepse ai tha që do doje të jepja mbështetjen për të qenë apolitik dhe i pavarur. Unë jam me mendimin që Shqipërinë e bën shqiptarët, jo të huajt. Deri tani kush e ka bërë? Megjithatë, mënyra se si kanë shkuar gjërat në Shqipëri dhe sa e kokolepsur dhe sa e kalbur është politika shqiptare, nga gjitha krahët e saj, patjetër që shqiptarët i kanë kthyer syt nga Amerika dhe është partner strategjik. Megjithatë, amerikanët mendoj që s'pari kanë interesat e tyre prioritare. Kanë bashkëpunimin me biznese këtu, ardhjen e bizneseve amerikane për të operuar në vendin tonë. Do duhet që ta mbështesin SPAK-un, sepse edhe kanë investuar me taksat e tyre dhe janë shpenzuar miliona nga parata amerikanëve për të sjellë këtë që ne quajmë sot drejtësia e re, që sigurisht kam pikpyetje dhe kam kritikat e mia, i kam thënë her pas here, pavarësisht se shpesh herë janë përpjekur që gazetarët e Kronikës së Zezë ose ata që mbrojnë çështjet e drejtësisë t'ia atemojnë, edhe të na thonë sikur ne mbrojmë vetëm institucionin, nuk është as pak e vërtet. Kemi plot zëra të fortë edhe legjitim që i kanë kritikuar me të drejtë institucionet dhe kanë ngritur zërin atëherë kur duhet, por që të jesh i drejtë dhe profesional do duhet të japësh merite një institucioni kur e bën një punë të mirë dhe ta kritikosh kur sheh problematika. Dhe të shikosh edhe gjërat që nuk funksionojnë. Për të kthyer tek Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që ajo ka të bëjë me politikën e madhe, nuk varet nga emri një ambasadori. Por fakti që ambasadori nominuar për të ardhur në Shqipëri foli për krimin organizuar dhe korrupsionin, mendoj që sërish SPAK-u do të jetë kryefjala e tyre. Kështu që në këtë aspekt do duhet të shohim qasje. Do të është i vetmi institucioni i cili mund të garantojë, le të themi, atë klimën për biznesin amerikan. Patjetër. Unë jam ndalur tek Akshi, thash, në një moment kur pash reagimin e dhomës amerikane të tregtisë që nuk u lan bizneset amerikane të garojnë për të marrë tendera, kur pash një postim që bëri ambasada amerikane për sa i përket, le të themi, sigurisë kibernetike dhe zgjidhja që vinte përsëri nga kompanitë amerikane, kur dëgjova dhe fjalimin e Eric Quent të nominuarit, dhe thash që okay, SPAK-u do duhet të jetë arma e tyre për garantuar klima biznesi. Patjetër, pra këtë po thoja, që s'pare atyre ju intereson klima e biznesit në Shqipëri. Dhe më pas dhe çështjet e tjera. Kështu që SPAK-un ata shohin si një partner kryesor në Shqipëri. Dhe në këtë aspekt, duke parë si një partner kryesor, patjetër që do ta mbështesin edhe për faktin se kanë shpenzuar shumë para për të vetuar sistemin e drejtësisë. Kështu që në këtë aspekt është mjaft interesante, është ekuacion interesante ajo çfarë po ndodh. Domethënë, mos do duan të pengojnë një kafshim të mundshëm të SPAK-ut nga politika dhe nga krimi organizuar? Politika që ka patur gjithmonë, politika më së shumti, që ka patur gjithmonë interes për ta kafshuar SPAK dhe dikur prokurorinë për krime të rënda, apo çdo prokurori, çfarë do lloj emri t'i vëm, pra çdo strukturë që mund ta rrezikojë politikën, kjo është më së e ditur. E patjetër që ato komisionet alla Gjafaj
qarë prapashtesja mund t'i vëmë si të doni vetë, pra i vëmë i emër, patjetër që janë një mekanizëm për të kontrolluar spakun, por unë mendoj që Shtetet e Bashkuara do të vijojnë ta kenë kryefjalë strukturën e posaçme. Të shpresojmë, sigurisht ne kemi thënë që miqtë amerikanë kanë qenë aty dhe sigurisht interesat e tyre nuk i shmangim dot asnjëherë, por të paktën nga ky bashkëpunim ne të marrim më të mirën e mundshme.